Bismillahirrahmanirrahim. Në herën e kaluam I përmendëm 3 gjëra, 3 themele se si duhet na si musliman të kësaj kohe me ju qasë Kur'anit. Pra, se si mundemi ne si musliman të këtyre trojave, të përfitojmë, e të kuptojmë, e të mësojmë sa ma shumë e sa ma tepër për Kur'anit. Në mënyrë që të bëhemi sa ma të dobishëm e sa ma të hajrit për popullin ton, për kombin ton, për shtetin ton. Dhe herën e kaluam I përmendëm 3 mësime, 3 gjana. Sot po du me përmend diçka tjetër. Pra herën e kaluam përmendëm diçka teorike, pra se si duhet me u qasë Kur'anit. Pra se si duhet me e kuptu Kur'anin. Dërsa sot po du me I përmend 4 veçori, të cilat lere që e ndërtojnë vetëm njeriun, personalitetin e njeriut, po nëpërmjet këtyre domethënë krijohet, e fuqizohet edhe kombi edhe shteti. Pra nga Kur'ani, nga këto 4 mësime që do I përmend, ose nga këto qëllime të zbritjes së Kur'anit, na e kuptojmë se Kur'ani nuk ka zbritur vetëm për një fshat ose një njeri, sikurse le të themi është pejgamberi alayhis salam, me qenë se ai është mbartësi I këtij mesazhi. E kështu me radhë, sa kaq Kur'ani I madhruar vëllezër ka zbrit për gjithë botrat, për gjithë njerëzit e për të gjitha kohrat. E sot po du me I përmend 4 gjëra, 4 mësime, 4 mesazhe, 4 domethënie që I ngërthejnë Kur'anin në vetvete. Pra 4 qëllime parsore për të cilat ai ka ardhur e për të cilat ai ka zbritur. E para që është parsore, e patjetërsueshme dhe në fill gjithsesi është udhëzimi I njerëzve. Andaj mos e harroni sa herë që ju qasni njerëzve, sa herë që ju flisni atyre, mos e harroni që Kur'ani I madhruar ka zbrit për mi udhëzu njerëzit. Asnjëherë e për asnjë çmim, libri I Allahut madhruar nuk ka ardhur e nuk ka zbritur për t'i dënu njerëzit, për t'i nda ata nga jeta e kësaj bote, por libri I Allahut madhruar ka ardhur që me udhëzu njerëzit tek ajo që është më e mira për ta edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Allahu I madhuar thot inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë ky Kur'an udhëzon tek ajo që është më e mira, tek ajo që është më e qëndrueshmja, tek ajo që është më e dobishmja për juve edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Andaj mundohuni që në ligjëratat e juve, në tubimet e juve, në aksionet e juve, në përpjekjet e juve, ta keni gjithmonë si postulat e si rregull jetësor që Kur'ani I madhruar ka zbritur që njerëzit t'i udhëzojë tek ajo më e mira, më e dobishmja për ta në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. E dyta, me të cilën ka ardhur Kur'ani I Allahut Azza wa Jall, është krijimi, edukimi dhe formimi I një personaliteti kuranor I cili e plotson ose le themi njëra pjesë e plotson pjesën tjetër. Andaj ju e gjeni në surën Muzammil, në fillimin e surës, Allah I madhuar po ja ayyuhal muzammil, qumil lejla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. O ti që flan, o ti që I mbulum, o ti që nga pak me përkthy kështu me një përkthim të butë, e ke çik për çef gjumin. Qumil lejla illa qalila. Ngrit tu falu natën përveç një pjesë ose ma pak se një pjesë. Do me thonë, Allah I madhrua për I thot pejgamberit ton alayhis salam, ngritu pe I pishtrati, leje shtratin, leja nxehtësinë e tij, atë ngrohtësinë e tij, e falu natën, falu krejt natën, ose falu gjysën e natës, aw inqus minhu qalila. Ose ma pak se gjysën, mirë po, shumicën e kohës falu natën. Pse? Nga ky ajet I Kur'anit, përveç që e mësojmë se si duhet jetë muslimani, besimtari, thirrsi në raport me pjesën tjetër të umetit. Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu thoshte, mbartësi I Kur'anit duhet me u dallu prej pjesës tjetër të umetit, prej pjesës tjetër të popullit. Pra kur tjetër flajnë, ai është xhut. Kur tjetër qeshin, ai është mërzitshëm, pra mërzitshëm për shkak që gjithmonë brengën e ka për të tjerë, me uzu, me afru, me u ndihmu atyre e kështu me radhë. Kur të tjerët rrin ai falet, kur të tjerët han
e agjeron. Pra, Abdullah ibn Mesudi mundohet nëpërmjet këtyre shembujve me e tregu pozicionin e besimtarit, pozicionin e mbarësit të Kur'anit, e thirrësit në rrugën e Allahut azza wa jall në raport me pjesën tjetër të umetit. Ja ayyuhal muzammil, qumi al-layla illa qalila, falu krejt natën përveç pak, nisfahu, gjysën e asaj, au inqus minhu qalila. Ose hiç edhe pak gjysë mirë, po kaq. Do të thonë minimumi gjatë natës. Ti do të më fal gati sa gjysmë e saj. Po pse o vëllazër? Për shkak se Allah i madhruar kishte për qëllim donte nga pejgamberi alayhis salam ai me u formu, me qenë një Kur'an i gjallë i cili is në tokë. Andaj dhe Aisha radiallahu ta'ala anha thoshte për pejgamberin alayhis salam ai ishte Kur'an i gjallë i cili este në tokë, este në sipërfaqen e tokës. Ibn Kathiri në shpjegimin e këtij hadithi thot është për qëllim pejgamberi alayhis salam e shëmbëllente Kur'anin dhe i shëmbëllente domethëniet e tij në përditshmërinë e tij. Pa në raport me fëmijët e tij, në raport me shokët e tij, në raport me gratë e tij, në raport me hakët e tjerëve, ai është korrekt. Dhe u mundonte gjithmonë njerëzit me i afru ata, ose raporti i tij me ata gjithmonë e paraprakisht ishte e postulati i tij, dhe rregulla e tij përveçse ose jashtë asaj anës juridike pejgamberi fillimisht i gjykon të njerëzit dhe sillej me ta me moral. Andaj dhe Aisha radiallahu ta'ala anha tha, pejgamberi alayhis salam ishte Kur'ani i gjallë. Pra e shëmbëllonte Kur'anin dhe i shëmbëllonte domethëniet e tij në përditshmërinë e tij. E neve na duhet një kësi lloj personaliteti tek të cilit njerëzit edhe matën, si një lloj pasqyre, ku ata i matin arritjet e tyre dhe e matin fetarinë e tyre se ku kanë arrit e se çka duhet përmirësohet. Pra, le të mundohemi edhe na të jemi Kur'ana të gjallë, të cilët isim në sipërfaqen e tokës e njerëzit frymëzohen nga ne. Andaj ka pas pi selefit, Allah i mëshiroj thotë se ka thot disa njerëz të cilët vetëm kur i sheh njeriu mbushet me iman. Pra vetëm kur i sheh fytyrat e atyre, punët e tyre, moralin e tyre, sjelljen e tyre, ecjen e tyre, ti më të vërtet frymëzohesh nga ata. Meqense Kur'ani i madhruar ka lënë ndikim të madh tek ata. E kur Allah xhallahu ala ja dha këtë këshill pejgamberit sallallahu dhe e pa që me vërtet pejgamberi është piq, saqë Aisha radiallahu ta'ala në thoshte a ju falte çast shumë saqë ju enshin kom. E momentin kur me të vërtet u formu ky njeri, u formu personaliteti i tij, u piq personaliteti i tij, Allah i manua për vetë ato ajetet ose ata ajetin e fundit sura Muzammil ku e lejon që të faret një treta ose ma pak se kaq, asa njeriu ka mundësi. Pra qëllimi nga namazi natës dhe zgjatja e tij ishte formimi i personalitetit e tij. Andaj Mullah Jakupi Allah më shëroft, ai ka qenë edhe shembull, po edhe njëri unikal në trevat tona, thoshte hoxha duhet me ne qut kur populli flan. Nëse na si thirrsa, na si mbarës të Kur'anit, na si hoxhallar, nuk rrin qut kur populli flan, e nuk veprojmë, punojmë, mendojmë kur populli rrin e pushon, na s'kemi bë asgjë. Sa ka që jemi bë barë për ata. E le të mundohemi, sidomos na që jemi larg trevave tona, larg vendit tonë, velindjes tonë, t'ja vlejnë ky mund e këtë sakrificë, nuk e bë Kur'anin postulatin tonë dhe busullën tonë për gjatë rrugtimi. E treta është, pra Kur'ani synon udhëzimin e njerëzve, nuk synon dënimin e tij, këtë duhet me largu nga ligjerimi ynë, mos jenë ligjëratat tona vetëm xhehenem, vetëm kërcënim, vetëm vajtim, por sa kaq gjithmonë këshilla, udhëzime, e orientime, e mesazhe, e bashkëprim për atë që mundemi me bën të ardhmen më të mirën e mundshme në raport me njerëzit që na rrethojnë. E treta që Kur'ani synon nga soi njerëzor, nga njerëzimi në tërësi, është me e kriju një grup, një pjesë nga të gjithë njerëzit i cili është, le të themi, shoqëri kuranore. Pra njerëzit edhe ndriçohen, po edhe kthehen tek ata për çdo problem të tyre tek ta njerëz. Pra Kur'ani synon me kriju një shoqëri ose bashkësi kuranore, e cila e drejton njerëzimin ka jo më e mira. E drejton njerëzimin
tek kthimi tek libri i Zotit. Me qenë se libri i Zotit përveç se është kushtetut, ajo është edhe një libër tek i cili njeriu e gjen edhe veten, edhe vetveten, edhe atë për cilën po holumton e të cilën ende nuk e ka kuptuar mirë. Kujtohet një fjalë e profesor Sabahut, Zoti e rujt, e dash ndet e mirësinë davet, e dash gjithmonë të mira, e rujt ndaj çdo keqje. Më kujtohet një herë që më pa thonë mu, tha tek sa isha tek shtëpia, po shikoja diçka në telefon, ka kërku diçka, thot mirë po ai pedi i madh thot në atë ishte i lëshum Kur'ani, pra këndoi Kur'an. Po tek sa on thot kërkoja diçka, poshtë me ato thot ndihej Kur'anit, ndëgjoj Kur'anin. Thot se që menova thot tek sa shikoja e kërkoja diçka, po për këtë azime këtë edhe po lexohet po ndëgjohet Kur'ani, thot se që merr një kuptim tek sa isha duke bizedu me veten, ajo thot se çdo gjë që e kërkoni e keni në Kur'an. Pra edhe këtë që je duke lyp e keni në Kur'an. E hoxha Sabah, profesor Sabah më drejton të mu e më thoshte për çdo gjë ose mënyrën se si ti i qasësh Kur'anit, ata të hap Kur'ani. E Imam Gazaliu thot Kur'ani është magnet. A gjë që ti e kap, ajo të vjen ty. Nëse ti don nëpërmjet Kur'anit me kuptu domethënien e jetës, ato ki me gjetë. Nëse do me ditë se si duhet ti është në raport me njerëzit që i drejton, i udhëheq në Kur'an e ki. E neve, ose pisënimeve të Kur'anit, po na vet duhet me mundu nëpërmjet librit të Zotit, dhe domethëniet e tij, me kriju një bashkësi e shoqëri kuranore e cila na ndriçon rrugën dhe prej së cilës edhe frymëzohemi edhe mësohemi. Dhe e katërta që është shumë e rëndësishme, Kur'ani i madhruar synon me kriju një lloj ushtrie, një lloj komande shoqërore dhe universale, kudo që është umeti, e cila ju bën ball sulmeve dhe le të themi përveç atyre sulmeve fizike dhe asoj anës shpirtërore dhe anës mendore. Pra, Kur'ani i madhruar nuk e ka lënë asnjëherë njerëzimin e as neve si musliman që kemi ardhur pas pejgamberit sallallahu pa udhëheqje, pa komand. Pra gjithmonë duhet me e mendu na si umet një lloj kategorie të njerëzve, të cilët na i vendosim ata jo po shkak se ata kanë diçka më tepër se na, sa kaq ata vendosen e emrohen ato për shkak se Zoti i madhruar na ka parasitur në Kur'an duke thënë wa shawirhum fil amr. Dhe këshilloj ata, e këshillohu me ata në çështjen tonë. Pra në çështjet e politikës, në çështjet e luftës, në çështjet e ekonomisë, e politikës, duhet umeti të ketë një lloj hierarkie dhe një lloj udhëheqësie tek e cila drejtohemi, tek e cila gjykohemi dhe prej së cilës marrim urdhra e organizohemi. Andaj Kur'ani nuk e ka lënë umetin pa udhëheqje, pa komand, nuk e ka lënë çdo njeri të marrë vendimin veti, po sa kaq ajo na ka lënë një lloj hierarkie, një lloj mbretnie, një lloj udhëheqësie tek e cila edhe kthehemi, edhe mësohemi, edhe prej saj edhe marrim urdhra dhe organizohemi dhe nëpërmjet asaj i bojmë ball edhe armiqve dhe okupatorit dhe atyre që dojnë me na shkatru edhe moralisht, edhe shpirtërisht, edhe mendërisht, edhe nga jana e besimit. Allahu na bëv ndjekës të Kur'anit, na bëv atyre që e kuptojmë Kur'anin thelbësisht, e përmbajtësisht, e përdit, e çdo moment, e gjithmonë mundohemi njerëzve me ju jap atë më të mirën për vetëve tona. Allahu na takoj gjithmonë hajër mirësi. Faleminderit shumë.